Rreth 3 milion euro kanë paguar qytetarët ndaj Drejtorisë së të Ardhurave Publike për tatim personal mbi të ardhurat që i kanë realizuar jashtë vendit në vitin 2020. Drejtoria ka dërguar mbi 11.000 vendime për qytetarët, prej të cilëve te 6.600 është konstatuar detyrim për pagesë tatimi. 2.200 kanë dorëzuar vetë llogaritjet për tatim, ndërsa për 4.400 llogaritjen e ka bërë DAP-i. Ata që kanë dorëzuar dëshmisë janë tatuar në një shtet tjetër, por që nuk janë pranuar në sportelet e DAP-it me arsyetimin se afati ishte deri në fund të këtij viti, drejtoresha siguron se afati do të zgjatet dhe në punësit do të veprojnë. Imajki во предвид дека граѓаните мора да се вратат и да обезбедат докази за 5 години за работа што се случила пред 5 години, а доказите ги обезбедуваат од странски земји, значи ние ќе им овозможиме на граѓаните и дополнително да поднесат докази, значи еве во овој период повикани се граѓаните, јавно ги повикувам и сега, сите што имаат и што можат да ги обезбедат доказите, да ги достават до сите даночни канцеларии на УЈП. Bëhet fjalë për qytetarë që kanë punuar në anije, në Afganistan, kanë qenë në mërgim ose kanë marrë honorare para 5 vitesh nga shtetet e tjera dhe bëhet fjalë për mijëra euro tatim që DAP-i kërkon të paguhet menjëherë. Petrova i ftoi qytetarët të sigurojnë dëshmi dhe të paraqesin tatim për të ardhurat realizuara jashtë vendit edhe në periudhën nga viti 2021 deri në 2025, sepse pasi të kenë përfunduar me vitin 2020, do të pasojnë kontrolle edhe për vitet e tjera. Ajo pohon se në asnjë rast nuk do të ketë tatim të dyfisht. Граѓаните кои што го платиле данокот во странство и сега постапиле и платиле по даночните решенија, секако дека ќе бидат земени во предвид сите докази, ќе се утврди согласно доколку зависно од меѓународниот договор, доколку со земјата имаме склучено меѓународен договор, каде треба да се плати данокот, а каде треба да се изврши поврат, или доколку е возможно, значи платениот данок во странство да се прифати како даночен кредит, уплатата што е извршена овде, може да се изврши враќање или да се прифати за друг долг за следна година. Qytetarët kanë shprehur revoltën para DAP-it në Kumanov, por edhe në rrjetet sociale me pyetjen pse nuk janë njoftuar me kohë. Bëhet fjalë për persona që kanë punuar më së shpeshti në lindjen e mesme, ku jashtë Maqedonisë kanë qëndruar më shumë se 183 ditë në vit, me që rast kanë konsideruar se nuk janë rezident tatimor dhe nuk kanë obligim të paguajnë tatim personal në Maqedoni. Një pjesë kanë deklaruar se kanë marrë dhe konfirmime gojore nga nëpunës të DAP-it se nuk i nënshtrojnë tatimit. Problem shtesë është se nuk mund të dëshmojnë qëndrimin jashtë vendit, pasi Ministria e Punëve të Brendshme nuk u lëshon vërtetime sepse të dhënat nuk ruhen më gjatë se 5 vjet.